Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjën së Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Lenormand, mesazhe pak më të thella dhe mesazhi juaj është rrethet apo rreta. Të dashur Akrepër, kjo letër është një pasqyrim i mendjes që është mbi ngarkuar. Me mendime, skenare, frikra dhe dyshime që nuk të lënë të shohësh qartë. Është ajo gjendje kur nuk e di nëse ndjen apo mendon, nëse duhet të veprosh apo të presësh, sepse gjithçka është e mjergullt. Po ashtu si rret në qiell, edhe kjo gjendje është e përkohshme. Të mos harrojmë, të dashur Akrepër. Mesazhi i letrës nuk është vetëm je i humbur, por ky mjegull do të largohet vetëm nëse përpiqesh të luftosh me forcë, por të vërtosh me qetësi. Në aspektin emocional, të dashur Akrepër, kjo letër tregon konfuzion emocional, mungesë transparence ose dyshime që lindin nga keq komunikimi apo mund t'ju bëjë të ndjeni sikur nuk e dini çfarë ndjen personi tjetër apo edhe çfarë ndjeni ju vetë. Në raste kjo letër sugjeron se një bisedë e rëndësishme po shmanget, ndoshta për të mos u përballur një të vërtet ose sepse ndiheni të pasigurt për reagimin e tjetrit. Nëse jeni beqar, kjo letër thot mos vendos ende, sepse ke nevojë për më shumë dritë, për më shumë informacione, për të kuptuar çfarë është vërtet e drejtë për ju. Në aspektin profesional, të dashur, në punë kjo letër mund të sinjalizoj pasiguri për drejtimin e paqartë në projekte ose mungesë të vizionit të qartë. Mund të ndiheni sikur po punoni shumë, por nuk po kuptoni për çfarë. Apo sikur të tjerët ju japin sinjale të përziera. Është një moment i mirë për të bërë një pushim të shkurtër, për të marrë frymë, për t'i larguar këto re, sepse ndonjëherë përpjekja për të kontrolluar gjithçka bën mjergullën më të dendur. Në energji apo sinergji personale dhe shpirtërore, rret janë simbol i mendjes që ka humbur lidhjen me zemrën tënde apo me trupin. Kur kjo letër shfaqet në ndonjë lexim apo mesazh sikur sot, është një sinjal për të shkuar drejt qartësisë, drejt natyrës, meditimit, frymëmarrjes së thellë, për të kthyer në qendër. Ajo sugjeron që jo çdo gjë kërkon përgjigje sot, disa gjëra kanë nevojë të përpiqen apo të piqen në qiellin e vet. Pyetje që mund të bëj të reflektoj, të dashur Akrepër. Po më ndihmojnë mendimet e mia, po më bëjnë më shumë apo po më bëjnë më shumë dëm? Cilat shqetësime po më vinë nga frika, jo nga intuita? Çfarë do të ndodhte nëse do të pushoja së analizuari dhe do të lejoja që vërteta të dalë vetë në dritë? Absolutisht, të dashur, këto gjëra duhet t'i keni parasysh.